Ishte një shkencëtar, por të priti nga makina, nuk e njohëm. Ishte dobësor, aq shumë sa se njohëm fare vetëm nga paraditësia. U bë gjyqi Selaudinit, e pushkatuam, iku mbaroi çdo gjë. As e morën vesh pse. Pas shlirimit, nëna e Verës dhe familja Toto u nderuan nga pushteti i ri komunist për kontributin e tyre në luftë. Selaudin Toto u zgjodh deputet dhe u ngarkua me ngritjen e Institutit të Shkencave, themeli i asaj që sot njihet si Akademia e Shkencave. Ai qëndroi pranë fëmijëve të vëllezërve të tij, duke i orientuar në arsim dhe jetë. Por ëndra zgjati pak. U bë çlirimi, e bën dhe deputet. Ishte ngriti dhe Institutin e Shkencave. Ai është drejtori i parë i Institutit të Shkencave. Me Aleksandr Gjovanin, me Alex Butën, të gjithë ai i mori që u krijua Instituti i Shkencave. Siç është sot, për shembull, Akademia. Edhe ky Selaudini na drejtoi, me thënë drejtën. Se ishim 6 fëmijë, 5 vajza dhe 1 djalë. Selaudin Toto u arrestua nga regjimi komunist si armik i popullit, dhe për familjen Toto nisi një tjetër luftë. Vera rrëfen me hidhërim se si u sollën shokët e dikurshëm të luftës. Ata që kishin ngrënë bukë në shtëpinë e Totove, aty kur dikur organizoheshin mbledhje, fshieshin trakte dhe rreziku ndahej si buka. Heshtën, u larguan, shumica e mohuan. Pak kohë që ai më pak kohë që. Shumë pak kohë. Në 46-ën e arrestuan. Nuk na lan asnjë gjë. Ja. Asnjë takim, asnjë gjë, hiç fare. Sikur i kishte vënë minat tyre dhe. Ja, gjenaf. Asnjë. Me neve nuk ashtu fare. Asnjë gjë. Gogo Nushi, Nikola Profi. Se këto e pësuan vetë, këto me rivan në denje. Gjavit, a i qesja hyri në burg. E detyruan e ndau. Të gjitha gjërat o bën si mas shoqes në xhmije. Vera e mban mend si sot ditën e gjyqit. Një plagë që nuk u mbyll kurrë. Ajo kujton sallën e heshtur, fytyrat e ngrira, kur u shpall vendimi për pushkatim. Ishte një akt i rënd, i pashlyeshëm. Një tjetër tragjedi për një familje që kishte dhënë gjithçka për atë dheun. Shkonim atje te kinemashat me të ndori, rinim aty për jashtë të dëgjonim. Unë me motrën, vetëm ne të dyja. Por të priti nga makina, nuk e njohëm. Ishte dobësor, aq shumë sa se njohëm fare vetëm nga paraditësia. Motra, unë jo, nuk e njohëm. Ishte transformuar. Edhe tash kur e shoh atë gjyqin që e nxjerrin në filmin, prap kur e shikoj, nuk më duket sikur s'është ai. Aq i dobët. Vetëm lëkura. Që ka qenë një goxha djalë, ka qenë pastaj mirë. Është edhe këtu që ka dalë deputetës, po ka qenë shumë i mirë. Edhe trup atleti. Iku i shkreti gjunaf. Kot fare. Ishte një shkencëtar. U bë gjyqi Selaudinit, e pushkatuam,
erdhën i morën, nuk e di se si, u qëllën neve të tërë, u habitëm, se po vinë po marrin edhe një kostum që kishte ai në dolap, edhe dolapin që kishte një dhomë gjumi, në atë kohë kishte kështu dhoma gjumi për mëno. I morën të gjitha. Edhe ato të rojes. Se në burg kishim quar kishte i shkreti një kuti lëkure, ato të burgut kush i merrnin ata vetë aty. I morën të tjerat që kishte në shtëpi të gjitha. Edhe atë bibliotekën e vogël që kishte aty, gjitha. Iku mbaroi çdo gjë. As e morën vesh pse. Ishte drejtori i Institutit Shkencave, ishte deputet. Ke spionuar të Amerikanët. Po ti Amerikanët i kishe... Nuk kishte ikur ambasada Amerikane. Pastaj u prenë marrëdhëniet. Në atë kohë iku Sara Bloshmi e të gjithë. Kush mujti iku. Ai shkreti ndëjti se donte të rriste fëmijët e vëllezërve të shkollaste. Kjo ishte dëshira e tij. Ai po t'ishte për t'i ikur nga Italia, ikte direkt me avion. E prisnin shokët e tij. Rrëfen lotët për xhaxhain që ishte bërë baba për të dhe motrat dhe vëllan, për 6 fëmijët jetim të vëllezërve të vrarë nga një tjetër regjim. Ky është sakrifikuar për neve. Se ishte i ri, fare 34 vjeç kur e pushkatuar. Di që kemi qarë me orë të tëra. Edhe pastaj na ka thënë nëna, kur nuk do të zini më me gojë. Në akt akuzën e zëvendës prokurorit Josif Bashko, që gjendet në arkiv, ai e ka shkruar akuzën, normalisht akuzat dieshin çfarë ishin. Me shkrimin e Enverit janë shtuar, me dorën e tij janë shtuar disa akuza të tjera, natyrisht krejtësisht pa vërteta, familja hajdute, fashista, e tjerë e tjerë. Po të kishin qenë hajdut, fëmijëve do t'i kishin lënë një kasove, i lanë rrugëve. Që të 3 vëllezrit, të 4 vëllezrit, se janë 4 burra të vrarë, 4 vëllezër dhe xhaxha i tyre. Që gjithë kjo është historia e trishtë e Shqipërisë, e atyre që patën ideal, e atyre që u përpoqën të bënin diçka dhe nuk e kishin merituar atë që i erdhi mbas luftës. Por nuk do të ndalonte këtu. Persekutimi i familjes do të ishte një tjetër plag. Nëna e Verës do të përballej sërish me Nexhmien. Tani jo më si bashkëpunëtore në luftë kundër armikut. E shkreta grua, çka heqër. E pushuan nga puna kur e arrestuan xhaxhain. Edhe ka qenë atëre Vito Capo e personelit në Ministritë Jashtme. Edhe i shkon mama e tha, ku ti qoj fëmit? Tha, shikojnë vere, tha. Për mua, tha, unë të gradoj, tha, të bëj bile, tha, drejtoresht, tha, ati sektori ku punon ti. Nuk e kam në dorë, unë, tha. Shkoj në Xhmies. Ajo ka dhënë urdhër, tha, që të hiqesh. Me këto fjallë, kështu si pa them unë. I vajti në Xhmies dhe në Xhmien që i kishte dhënë edhe rrobat e saj, që kamuflohesh kur dilte për Tiranë. Edhe shumë gjëra të tjera. I tha, kur di unë, tha, se ç'do bësh ti me fëmijët? Vetëm një fjali. Edhe tha, uli kokën, tha, dhe vazhdoi të shkruante, se punonte në zyrë. Ajo iku, edhe nuk i ka shkuar më asnjëriut.
t'i kërkoj. Filloj të qepte, i vun taks. Në atë kohë të errët kur intelektualët të vriteshin pa mëshirë dhe familjet e tyre përndiqeshin, një mik i rëndësishëm do ta shpëtonte familjen nga internimi në Tepelen. Na doli një herë internimi, urbanistika që thoshin atëherë. Po internim, na çonin në Tepelen. Mirë po, atëherë gogonushi. Ja di, tashi ati që duhet me ja thënë. Gogonushi ishte sekretari i Partisë Tiranës gjatë luftës. Ai e dinte shumë mirë aktivitetin e familjes. I tha, kjo motra e madhe, i vajti, i tha, që kështu, tha. S'kemi ku t'ikim, tha se ne s'kemi asnjë. Mirë, tha, shkoni në shtëpi. Edhe na ka çuar sekretarin e tij, ka qenë një, se ma i mend emrin e tij. Erdhi sekretari i tij dhe i thot nënës që ti mos lëviz nga vendi, tha. Nuk do të ngas njëri. Edhe e vërtet ashtu është. Nuk na erdhi më njëri të na trokasin der për asnjë gjë. Këtë dhe ja di për falinderit dhe atyre të sigurimit, që ata djemët, ai Manol Milo ishin të tërë në degën e brendshme, ai Skënder Kosova. Kanë qenë Ali Kubati. Të gjithë kanë qenë që rrinin ilegal të neve. Todi Lubonja, Drit Çaushi. Të tërë kanë qenë. Nikola Profi. Meriban Feqi, i thoshim në atë kohë. Najdeni. Meriban Najdeni. Tërë ta kanë detur ilegal të neve. Të cilat këshia që mund bëshin, a i bën, vetëm që s'na hoqë ndot nga Tirana. Nga Tirana nuk na hoqë ndot. Atë ja dim ati, Gogonushit. Dhe persekutimi nuk ndalej. Erdhi edhe momenti burgosjes së Lekës, vëllai të Verës. Ashtu si të gjithë fëmijët pasardhës të atyre që regjimi kishte shpallur armiq. Hyri dhe dajan burg, vllai. Kot edhe, kot fare. Në gjimnaz aty. Si që bëjnë të rritë muhabet, edhe sot ashtu bëjnë. Kur vjen fundi gjimnazit, ndo mendojmë se ç'do bëjmë, ku do shkojmë, me shok, kështu. Si duket ata një 2-3 që kishim të lagjes që ishin. Ndoshta kanë thënë që sikur të shkonim jashtë, bënim shkolla. Ëndra e çdo të riu. Jo, po, e zuri në punë. Ai punon dhe ajo ndërmarrja e elektrikut, ishte aty, po duhet të ishte një punë aty. Në zyrë, në mëngjes, sa vajti në mëngjes, kishte qenë dhe me temperaturë. E arrestuan e s'kishte zot që dënuan 15 vjetë. Tentativ për artisi. I bëri 8 vjetë i bëri. Po e mbajtën si gjometër aty në për burgje. Në fillim në sanatorium këtu, pastaj në Laç. Kur doli andej, i sëmur. Tha, kur u ngrit, që sikur s'jam mirë, vuri termometrin kishte temperaturë, 38,5. Megjithatë, jo, do shkojnë në punë, se duhet me dorëzu ato punë të tia. Edhe shkoj, prit të vi, s'ka. Ai vinte në orar, gjithmonë, nuk s'kishte ku shkonte, nuk ishte kështu që të dilte larte, po shëndet. Ja, fjale vërtet. Nuk bënte kështu shkapër dredhje. Vinte në shtëpi. Prit, s'ka. Jo, telefon s'kishim në ato kora. Shkoj te motra, i them kështu. Po pse s'vajtët atje në punë? Thash, po puna ishte të bregu lumit, se po i kishin atë si drejtori. Po mirë, tha, ti themi kasos për të shoqin. I mera i thanë telefon, se punon dhe në Ministrinë e Ndërtimit ai. I mera i Ministrinë e Ndërtimit, kur i thot ai
drejtori, thotë, e kanë arrestuar, thotë, mëjes kanë ardhur dhe kanë marrë. Sa ka hyrë në zyrta, kanë ardhur dhe kanë marrë. E morën vesh i që, shkon mamaja shket atje në degën e brendshme, ku pranonin atë. Erdhi në shtëpi. Kaluan, një javë, kaloi, nuk morën vesh fare se ku është, e çfarë është. Më në fund, na dërgoi një ushtar që ishin i tyre, në shtëpi se i dinin adresat ata, atëherë s'ishte si tash, sa shtëpi ishin. Vinin e gjenin për një herë. Edhe thot që të na jepni rrobat e tia dhe një dyshek, të më thënë vendosën që do të mbanin. E mbajtëm kaq muaj, e nxorën në gjyq, e zumë në kufi. Shikoj, kufi ti e zurën në zyrë. Ku e gjeti kufirin e aty? Vera rrëfen vuajtjet e familjes në 3 regjime, duke veçuar atë më të ashprin, regjimin komunist. Kemi hequr shumë. Kemi qenë një familje po në heqtje. Si jemi ankuar kurse. Kujt ankoheshëm? I hoqem të gjitha ti. Edhe të kohës, zogut. Por kur ri mendoj të shti, them, fundit, kundra zogut të ngritëm, o më vrave, o të vrava. Prapë duhet të mbash një qëndrim, nuk kam atë inatin që kam me këta që i ndihmova dhe i mbajta me buk, edhe në burg kur ranë disa prej tyre, dritë qaushi e tjetri, jo quan buk në burg. Nuk i qonin familjet e tyre, po i qonim neve. Kur ri e mendoj të shikëthem, sa zëmërgjërë kanë qenë ato nëna tona. Cila është ajo pjesa më e keqe e historisë që ty të godet më shumë, që të mërzit më shumë? Cilit regjim të ka goditur më shumë? Komunizmi. Na nxori ujë në vatër, që i thonë nga anët tona, nuk e dia e përtoni juve. Na nxori ujë në vatër. Largimi nga kjo botë, i pothuaj gjithë burrave të shtëpisë. E do t'i përmendja me emër, i pari Hoxha Kadri Prishtina, i dyti Ismet Toto, Etem Toto, Selaudin Toto, fizikanti, gazetari, mësuesi, deputeti i Parlamentit Shqiptar mbas luftës. Tasini, dhëndri i ri, 3 muaj sa po martuar, i shkolluar në Greqi për biznes. Kisha hapur të parën dyqan, më thonë, njësi tregtare bashkë me kafenen. Arif Toto, zha i tyre. Do të vazhdoja me Mehmet Prishtinën, nipin e gjyshit, me dhëndrin e tij, Xhelal Muharrem Mitrovicën, u vrar. Xhemal Prishtinën, të vrar. Suleman Prishtinën, të vrar në Kosovë. Më thënë, janë gjithë burrat e shtëpisë. Saga e familjes Toto është një rrëfim që ndjek vetë historinë e Shqipërisë. Një histori lufte dhe gjaku, heroizmi dhe sakrifice, besimi të palëkundur dhe zhgënjimi të thellë. Një familje që i dha gjithçka ato dheut, dhe u ndëshkua pikërisht për këtë. Emrat e tyre nuk janë vetëm rrëfime familjare, janë kujtesë kombëtare. Dhe kur kam marrë aktin e pavarësisë Kosovës, një kopje të originalit në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës, realisht, edhe tani po m'dalin lot edhe aty kam qarë, unë jam e fortë. Me thënë kam qenë e fortë sepse kam përcjell shumë familjar, por të meri në dorë aktin e pavarësisë Kosovës, vajza, qika e Kosovës, që aq shumë punoj, edhe jetën, edhe gjyshi, edhe babi,
Një vlla nuk ishte, ka qenë me gjithmonë e rëndë, shumë e rëndë. Shumë e rëndë. Por jeta vazhdon dhe unë jam munduar ta mbaj gjallë këtë frymën e totove, qoftë edhe të Prishtinës, ta mbaj gjallë. Sepse ti me mëje, nuk e di, e ka thënë në intervistën e saj i madh nga fundi i jetës, i tha, nuk kishte probleme me frymarrjen, kishim ideal, dhe idealin e morën. Duhet ta pranojmë. Rinia e viteve 30-40 pati një ideal të fortë. Ju a morën.